KQZ-s, të i vendos, të i menu me nalë, të i menu me nalë, diçka që s'nalë. Tek certifikimi, mos certifikimi listës sërbska, nuk ka pas vota. KQZ-s kanë marrë pjesë 7 antarë. Në bazë të ligjit, vendimarrja KQZ-s për çështjet të ngjashme duhet të jetë me 8 antarë. Do me thonë në gjatë 3 tek pika 4, ku thotë se për rregullat zgjedhore, regjistrimin e partive politike, certifikimin e partive, shpalljen e rezultateve, si dhe për vendimet lidhur me ankesat që kanë të bëjnë me shpalljen e rezultateve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendos me 2/3 nëse nuk ka konsensus. Rrjedhimisht, përveç se nuk kanë qenë 2/3 në takim, për me marrë një vendim, kanë qenë 7 antarë, ku 3 prej të cilëve nuk kanë marrë fare në pjesë në votim. Do thotë kanë qenë vetëm 4 vota pro dhe 3 antarë tjerë janë përmbajtur, s'kanë marrë fare pjesë. As kanë votu pro, as kundër dhe as abstenim. Ju keni nxjerrë një vendim me cilin ju keni përgjigj PZAP-s se KQZ nuk ka miratu rekomandimin e ardhur nga sekretariati rrjedhimisht nga drejtori. Gjë e cila nuk është e vërtetë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve atë ditë nuk ka nxjerrë vendim. Dhe ju kryesues e keni lëshuar një vendim, një përgjigje tillë, të cilën ju keni ofruar si dëshmi PZAP-s, e cila nuk qëndron. I keni videot, mbledhjet ka qenë online, kanë qenë pjesëmarrës 7 antarë, 4 kanë votu pro dhe 3 s'kanë marrë pjesë fare në votim. Për mua është shqetësim nëse vazhdohet që të tjetërsohet vendimarrja në këtë institucion. Veç mos më mbet Borxhi Ilirit. Ilir, po e kom lëshuar një vendim ku e kom konstatu që 4 vota kanë qenë për dhe 3 kanë qenë abstenime. Arsyeja pse kom konstatu që janë abstenime, sepse ligji për procedurën e përgjithshme përmbarimore i njeh 3 mundësi: me votu për, kundër apo abstenim. Nuk parashet diku me qenë antari prezent edhe me thënë nuk marr pjesë në votim. Nëse nuk doni me marr pjesë në votim, mundeni mu ngrit me dal jashtë edhe me prish kvorumin, edhe une nuk kom çka me votu tjetër aty. Nuk kom çka me qitë në votim. Por ju keni qenë prezent, mbledhja ka qenë e hapur, është miratu agenda, edhe brenda mbledhjes keni qëndru, ajo është abstenim. Une tash e tutje edhe çdo herë kom i marrë si abstenim këtë, edhe e kom marrë edhe në të kaluaren, e kom konsideru si abstenim, kur edhe jo vetëm ju, po më kujtohet edhe antarët nga partia vetëvendosur që nuk marrin pjesë në votim. Nuk marr pjesë në votim. Nëse nuk merr pjesë në votim, je jashtë. Jo, se nuk e di në ligj ku shënon kjo. Kjo është arsyetimi jem, pse edhe në të ardhmen do të veproj njëjtë. Nuk do të veproj ndryshe. E para, vota pro dhe kundër, ose abstenim është me ngritje dore. E dyta, në rastin në vendimarrjes së përket certifikimit të SJ të listës sërbe, ka ndodhur dhe njëjta çështje ku nuk e pas koron për faktin të përmbajtjes nga disa antarë dhe disa kanë votu kundër, dhe PZAP ka nxjerrë vendim që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka mujtë të nxjerrë vendimarrje sepse nuk i ka konstatu votat të cilat ne nuk kemi votu. Asnjë e ki vendimarrjen e PZAP-s. Jo, i kam me vendimet edhe e di plotësisht që ka shku procedura. Prandaj përveç tjerash, 8 vota është dashur me qenë atë ditë për me marrë. Nuk du me çorientu vendimet edhe procedura që ka ndodhur. Tek certifikimi, mos certifikimi listës sërbska, nuk ka pas vota. Është votu 2 me 9. 2 kemi qenë për. Kemi marrë pjesë votim vendimarrje kryetar. Abstenime janë konë. S'ka qenë abstenime. Abstenime kanë qenë. S'kan qenë abstenime. 2 kanë qenë kundër, 2 kemi qenë për, tjerë keni qenë abstenim. Ajo nuk s'ka aty, nuk po marrë pjesë në... Qa po thot Iliri është tjetra që në përgjigjen e kthyer është pra konstatuar që s'u marrë vendim. Realisht na kurrën nuk kemi pas si KQZ për të marrë një vendim të tillë. Pra bëhet fjalë për rekomandimin në mbledhjen e kaluar për çështje të numërimit të votave të pavlefshme të diasporës. Pra, ky është një konstatim që ka ndodhur na kurrën nuk kemi pas për të marrë një vendim të tillë.
Kjo kanë gjo, se vetëm 7 veta kemi qenë prezente, nuk kemi qenë 8 veta prezente në mbledhje. Që s'ka vendimmarrje përveç votim të ndryshe përveç pro, kundër apo abstenim. Pik. Nëse nuk dëni me marrë pjesë, ju kisha lu tjetër herë, veç ngriteni edhe delni pisallës edhe e prishni kuorumin. Ndryshe, nuk kom çka me konstatune, nuk marrë pjesë në votim. Në bazë platformës, me 4 mars, ora 16 ka përfundu çështja e procedurave të numërimit, që nënkupton se të gjitha subjektet dhe të gjitha akterët janë nënshtru kësaj kohe për të ankimuar ose me ushtru të drejtën e tyre për të ankimuar për çështjet në fjalë. Do më thonë, në qoftë se ne kemi vu datën 4 deri në ora 16, atëherë kjo duhet të jetë edhe zyrtare. Sa i përket konstatimit tuaj, kryesues, që vetëm prezenca fizike nënkupton edhe vot, atëherë ne do të përballemi me ankimime, do thotë vendimarrjes së këtij institucioni, për faktin se ka dhe gjykime të gjykatës kushtetuese ku edhe vetë deputet në Kuvendin e Kosovës konsiderohen prezent vetëm kur votojnë pro, kundër ose abstenim, dhe jo me prezencën e tyre fizike. Prandaj edhe në këtë institucion i cili është institucion kushtetues, do të konsiderohet e njëjta. Prezenca fizike nuk nënkupton, sepse ti mund ta marrësh atëherë edhe vot pro ose kundër, rrjedhimisht nga ajo që po konstatoni. Prandaj unë konsideroj që në qoftë se kjo përsëritet, atëherë duhet përballem me ankimime të vendimarrjes këtë institucion, sepse nëse unë se ngri dorën, ju nuk mund të ma konstatoni votën time se është pro, kundër apo abstenim. Unë e konstatova jonë 3 abstenime. Asnjëri për ju nuk reagut. Hiç asnjëri. Ju tha e pari, tha e nas marim pjesë kërta, e unë e thash është abstenim. E kur e konstatova unë e abstenim, ju mund nuk reagut. Ju nuk reagut. Ani këshyrini gjejni në YouTube dika. Po nuk është çështja këtu, e keni afat edhe 24 orë me bo ankesë edhe... Bi është që e keni të i kalu dhe kompetencat si antartë të KQZ-s, të i vendos, të i munu me nalë, të i menu me nalë, diçka që s'nalë. E vërteta mbi ato flet votim. E tash, në të ndryshme s'ka diçka. Atër përmbyllet mbledhja. Pas përfundimit mbledhjes, nuk flas në emrin të KQZ-s, flas në emrin tim si antar. Nëse keni pyetje në lidhje me këto çështje të zgjedhjeve, ankesave, po çështjeve që ngritim, unë jam këtu me u përgjigj, sepse nuk e kam ndërmend me bë përgjigje individuale për media në raste të ndryshme. Urdhroni. Po. Veç për sqarim se atë ditë, pra kur është refuzu, themi, rekomandimi i sekretariatit, pra është refuzu një rekomandim i sekretariatit dhe 7 vota, ose 7 veta prezent, kanë qenë mëse të mjaftueshëm për më marrë një vendim i caktuar. Edhe është mirë me lexu se Iliri edhe lexoj, letare lexon edhe një herë, edhe ku shkruan që për rekomandimet e sekretariatit të merret vendimi me 2/3. E para, e dyta, unë ende nuk e mora një përgjigje të saktë edhe prej drejtorit në këtë rast. Kur ka përfundu, mu më intereson me ditë, kur ka përfundu zyrtarisht, se një mail ju na keni shkru kështu. Edhe është e vërtet që përfundimi i procesit të numërimit në QNR ka qenë me datën 5 në ora 21. Ashtu siç edhe dim se kemi qenë një pjesë e antarëve të KQZ-s prezent, bilemi kujdes maksimalisht që ai proces me u krye dhe gazetarët ju ka me prit një pjesë në shtadin e këtu, s'pok një gjysmore të mirë, për mos me thonë një orë, kanë prit për me përfundu procesi i numërimit në QNR,
dhe kemi po maksimumin e përshpejtu këtë proces në mënyrë që të del deklarata dhe të del edhe njoftimi ku jepet të drejtë palëve pastaj edhe për adresimin e ankesave brenda 48 orëve. Dhe jo rastësisht në këtë njoftim përfundimtar ka qenë edhe kjo, themi, paragrafi mbi të drejtën e ankesës. Sa për njoftime, KQZ-ja çdo ditë del me njoftime caktuara që po ky veprim, ky veprim, pa ajo nuk nënkupton që rrjedh ndonjë afat prej aktiviteteve gjysmake që mundën me u përfundu. Dhe vetë neni i ligjit e jep qëtë mundësin që kur dhe që ndodh shkelja 48 orë me pas ankesë, po edhe kur përfundon procesi, një procesi i caktum. Dhe kjo ka qenë arsyeja pse ne jemi kujdes që sa më parë të kryet atë natë procesi që më shkon edhe shumë vën, në mënyrë që pastaj përmes medjave të bëhet publike që përfundoj procesi i numërimit në QNR. Njoftimi nga drejtori, ushtruesi i drejtyrës së drejtorit, që na ka ardhur në email-at tonë, është i qartë, por që na informon që ky proces ka përfunduar dhe unë veç e du një konfirmim për anës juaj drejtor procesi i numërimit në bazë të atë emailit, por në bazë të atë njoftimit që është bërë dhe ku janë dhënë afatet, a ka përfundu me 4 apo me 5 në ora 21. Qysh edhe e dim se kemi qenë prezent, e kemi fjallin për procesin e përfundimit të numërimit në QNR, kur edhe kanë rrjedh afatet 48 orëshe.